10 dhjetor 1979, nëna Tereza merr çmimin Nobel për paqen. Kujtojmë ditën e 10 dhjetorit të vitit 1979 kur në Oslo nobelistja shqiptare Ganxhe Bojaxhiu. Shenjtja nën Tereza mori çmimin Nobel për paqen nga presidenti i Komitetit Nobel për Paqe të asaj kohe. Një kënaqësi plebishitare botërore, sepse ishte shpërblyer nëna e botës së mirimit, ajo e cila vërtet kishte merituar këtë titull të lartë me shërbimin dhe bamirësinë e pakursyer plot dashuri që bëri për më të varfrit ndër të varfër. Duke shfletuar kalendari historik, sot më 10 dhjetor kujtojmë 46 vjetorin e dorëzimit të çmimit Nobel për paqe shenjtja nën Terezë. Pasi u nderua me këtë çmim më 17 tetor të vitit 1979, nga Juria Ndërkombëtare e Akademisë së Shkencave të Suedisë. Sot, pra, përkujtojmë ditën e 10 dhjetorit të vitit 1979 kur në Oslo nobelistja shqiptare Ganxhe Bojaxhiu. Shenjtja nën Terezë mori çmimin Nobel për paqe nga presidenti i Komitetit Nobel për Paqe të asaj kohe. Një kënaqësi plebishitare botërore, sepse ishte shpërblyer nëna e botës së mirimit, ajo e cila vërtet e pati merituar këtë titull të lartë me shërbimin e bamirësinë e pakursyer plot dashuri që bëri për më të varfrit ndër të varfër. Lars Roar Langslet, kryetari i Komisionit Parlamentar për Marrëdhëniet me Kishën e Përarsim, mes tjerash dëshmoi: tër bota e miratoi kësaj here vendimin e Institutit Nobel, që dhurata e madhe e Nobelit për paqe t'i jepet bamirësisë së njerëzimit. Në shenjë mirënjohje për dashurinë e bamirësinë bërë njerëzimit mbar, pa dallim, sepse të gjithë njihemi në të. Njerëzimi e vlerëson atë si nene, siç e therasin të gjithë. Shime këtë me të vërtet është vlerësuar njeriu, të drejtat e nevojat e tij. Kjo është fitoria e mirësisë dhe e dashurisë. Nën Tereza është kulmi i punës vetmohuese, i bamirësisë dhe dashurisë shërbyese. Kryetari i Komitetit të atëhershëm Nobel për Paqe, Drjon Sannesi, në aeroportin e Oslos, gjatë përcjelljes së nën Terezës për kthim në Kalkut, ndër të tjera theksoi: këtu me të vërtet nuk dim se kush ka marrë dhuratë. Ne apo nën Tereza? Ne e falenderojmë atë që e ka pranuar këtë çmim, kështu e ka ngritur edhe më tepër vlerën e kësaj mirënjohjeje të lartë. Që tani duhet menduar për kandidatët e vitit të ardhshëm. Mbas çmimit dhënë nën Terezës, do të jetë mjaft vështirë të gjejmë një personalitet të përmasave të ngjashme si nën Tereza. Më mirë e më thjesht do t'ishte që ajo prapë të fitonte këtë çmim. Nëna Terezë e pranoi këtë shpërblim vetëm në emër të varfërve, për t'i ndihmuar të varfrit ndër të varfër, duke vërë në qendër të vëmendjes dy shtylla shpesh të harruara dhe të ngatëruara, Zotin dhe njeriun. Kështu kishte dëshmuar parambar botës se dashuria do t'i shëronte të gjitha plagët e botës, sepse do t'ja mundësonte njeriut te kalimin e kufive të kohës dhe të hapësirës, të kombit dhe religionit, të kasteve dhe të ngjyrave. Përjetimi rrallë i paharrueshëm ishte edhe takimi nën Terezës me mbretin e atëhershëm të Norvegjisë, Olav Inev, para se ta pranonte çmimin Nobel për paqe. Pas përshëndetjeve e urimeve të rastit, nën Tereza e pyeti mbretin se a do të merrte pjesë në ceremoninë e dorëzimit të çmimit Nobel për paqe. Mbreti i tha: kisha për të ardhur me gëzim, por s'dëshiroj ta prishi këtë ditë të madhe për ju. Nëse do të vi, unë do të jem në qendër të vëmendjes. Prandaj më mirë mos të vi, kështu që së paku një herë edhe ju të jeni personaliteti kryesor. Nën Tereza ju përgjigj mbretit me një gatishmëri të pashoshe: jo, o mbret, gaboni. Nuk jam as unë, as ju në qendër të vëmendjes, por Zoti dhe të varfrit, prandaj mund të vini lirisht. Mbreti Olavi mbeti pa gojë dhe vërtet mori pjesë në dorëzimin e çmimit Nobel për paqe, si duket për të parën herë. Në pyetjen bërë nën Terezës, çka do të thotë për të, për motrat e saj dhe për të varfrit çmimi Nobel për paqe, ajo tha: për mua e motrat tona asgjë të posaçme, asgjë do të ndryshojë në bashkësinë tonë e as në shoqërinë tonë. Kjo dhuratë, si dhe të gjitha të tjerat, të cilat i ka fituar kongregata jonë rregulltare, janë vetëm për të varfërit tanë. Kjo është si një kontribut i madh i paqes, sepse tek mbrëmja sot bota e ka kuptuar se veprat e dashurisë janë më të rëndësishme për paqe. Pa dashuri nuk mund të kemi kurrë paqe. Ja, e tillë ishte bija, motra dhe nëna e shenjtja e mbar botës, nobelistja shqiptare e paqes, nëna jon Terezë, Ganxhe Bojaxhiu. Në shën nën Terezën populli shqiptar mund të gjejë vetveten e shpirtin e vërtet fisnik, bashkimin shpirtëror e kulturor, arsyen themelore për bamirësi, për paqe e pajtim, për bashkëpunim e bashkëjetesë me të gjithë, pa dallim e pa përjashtim, duke mësuar e ushtruar artin e jetës, të dashurisë e të vëllazërimit.